Allahu Azza wa Jall është i vetmi i cili ban dobit dhe domin. Thot Allahu në Kur'an i Kerim: wa i yamsaskumullahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nëse ju ndodh një bela, nëse ju ka plon një smunje, a ka mundësi t'ja largon atë dert, atë breng, atë gajle, atë smunje pos Allah? Thot Allah: fala kashifa lahu illa hu. Tha s'ka kush që e largon pos Allah. Wa i yuridke bi khairin fala radda li fadli. Nëse Allah ta do një të mirë, a ka mundësi dikush me nal? A ka mundësi dikush me ta pengu? Pra nëse ai në dorën e tij është dobia dhe dom, a meriton dikush tjetër të adhurohet pos Allah? Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e mëson të qunin e axhës së tij, Ibn Abbasin radiallahu an: ihfadhillaha yahfadh. Pra njife Allahun tanë që Allahu të njohë edhe ti. Ihfadhillah tajidu tujahak. Njihe Allahun tanë mirë që ishtë duhet ai të njohët. Ta do të gjenjsh prezent Allahun gjithë një. Do të etë Allahu që të përgjigjet lutjeve tua. Ashtë Allahu me ti çdo herë. Idha se el të fes elillah. Nëse dë nevojitë diçka, mos kërko prej askujt, vetëm prej Allahu. Nëse ken nevoj për ndim, lip ndim prej Allahut. Pastaj pejgamberi Allahut ja mësoi besimin çunit axhës së tij Ibn Abbasit. Ja mësoi duke qenë i vogël. Tha: dije o gjali axhës tim, krejt bota, krejt njerëzit dhe gjinët mu të bu me të bo dam, s'kan mundësi me të bo dam, vetëm aq Allah sa e ka para pa me të sprovu. Kejt dunjoja mu mledh, me të bo dobi s'kan mundësi me të bo dobi, vetëm nëse Allah e ka caktu. Tha: ndëgjo gjallë, ndëgjoni o musliman, rufjat il aqlam, o gjuffet i suhuf. Janë ngrit lapsat, janë atër në gjira e fletushkave, s'ka gu me dunja që mundet me fshi ata. Një transmetim tjetër e mësoi Ibn Abbasin, tha: ma khtak, lam yakun li usibak. Ajo që s'ndodhi, tha ove kesh me një ven, mos kisha liviz një hap këtu më ranë dritarja në kupt krejës. Ma khtak, lam yakun li usibak. Ajo që ka gabu nuk kanë që ka gabu rastësisht. Ajo si të karon kupt krejës, jo rastësisht, po s'ka pas me të ndodhë për ata ki lëviz. Wa ma asabak, lam yakun li ukhtyak. Ajo që të ka ndodhë, mos thuaj, mos kisha qëllu, ta kisha ngu filonin, ta kisha bo halonin. Ajo që të ka të godit, ka pas me të ndodhë dhe s'ke pas mundësi me hik. Kej caktim pe anës Allahut Azza wa Jall, për atë besimtari që ka i ndodhë dhe nuk brengoset, kur ta njofe Allahun e ti,